Zëvendës Ministrja dhe Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lidhur me procedurat e tenderimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, pjesë e autostradës S8 në sektorin Orikum-Himar. Balluku paraqit sot në orën 15:10 dhe qëndroi rreth 50 minuta, ku ju komunikua akuza për shkelje të barazisë në pjesëmarrje në tendera, vepër e parashikuar nga nenet 258 fraksion 2 dhe 25 të kodit penal. Në dalje ajo zgjodhi të fliste shkurtimisht për gazetarët, pa dhënë detaje shtesë mbi statusin e saj, por duke theksuar besimin në një proces transparencë dhe në respekt të ligjit. Respekt të plotë organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Hetimet e SPAK-ut lidhen me procedurat e prokurimit të zhvilluar në 11 dhjetor 2020 dhe më pas të rihapura në 22 qershor 2021 me një fond limit për gati 19 miliard lekësh pa TVSH. Sipas njoftimit zyrtar, Balluku është thirrur fillimisht me 21 tetor, por nuk mundi të paraqitej dhe prokuroria caktoi një datë re për sot 31 tetor. Hetimet paraprake vazhdojnë për të përcaktuar përgjegjësitë e saj konkrete në këtë procedurë.